Jemi rikthyer dhe në fakt pam pak nga në fakt u kthyem në kohë nga këngët të Anitës prej më herët e deri te koncerti i fundit në fakt që kishte edhe ku shënoi edhe 25 vjetorin e karrierës së saj, tashmë 26 besoj, tashmë e kam edhe Anitën në studio. Anita, përshëndetje, mirë se erdhe, faleminderit shumë që jepi se emisionit Prizma. Përshëndetje Elmia, faleminderit për ftesën, ish kënaqësi që t'jem sot këtu. Kënaqësi edhe për mua. A pate pak nostalgji kur i dëgjove këto këngët, edhe nostalgji vetë titullin që e ka dhe kënga? Është shumë e vërtet, më thënë ishtë një gjë që nuk e prita. Një kronik shumë e lezetshme, kështu që më ktheu shumë brapa, deri në koncertin e vitit të kaluar. Nostalgji. Një përmbledhje pak a shumë, edhe pse nuk ka shansa, domethënë në një minutazh aq të shkurtër ta bëjmë gjithë ato vite karrierë, ti bëjmë megjithatë u munduam vetëm pak sepse pjesën tjetër do ta flasim sot sigurisht. Anita tashmë më shumë se 25 vite, sepse vjet shënove 25 vjetorin, ndërsa tashmë ke kaluar po shkon drejt 30-s më tashmë. Si do ta përshkruaje gjithë këtë rrugtimin tënd, nëse do duhet ta përshkruaje me disa fjalë vetëm? Rrugtimi im që të formohem si një artiste ka filluar që në moshë shumë të vogël, ta them. Fillimisht kam qenë duke marrë trashëgiminë e asaj nga babai im, i cili ai njihet si një këngëtar në Tetov, edhe më gjerë, si një këngëtar doajeni i këngës së vjetër qytetare, Azir Aziri, do me thënë trashëgiminë e kam nga babai. Gjithashtu jemi një familje e vogël artistësh, duke u bazuar edhe te vllau Adriani, po njëjtë edhe mami në kohën derisa ka qenë re, ka qenë një antare si valltare e shoqërisë Xhelatin Zeqiri. Kështu që më pas unë fillova në atë shoqëni si valltare dhe vonë, do me thënë pas disa viteve u kyqa edhe në këndim, kështu që apat e para si këngëtare i fillova në atë shoqëri, edhe më pas, do me thënë, që nga viti 2003 fillova, do me thënë, vetë, filloj të formoj karrierën time si një këngëtare. Kështu që mund të them që vërtet me mund dhe sakrificë, po të ridiku ja kemi dalë, po. Pa tjetër që po. Në fakt e përmende që jeni një familje artistësh dhe në fakt tashmë viteve të fundit edhe nëna jote ka filluar që të këndoj me korin e grave të uta, por që do ta përmendim më pas edhe korin e grave të uta. Si kanë qenë ato momentet e para kur je ngjitur në skenë vetë si këngëtare, kur vendose që tashmë të hysh në pjesën e këndimit edhe të vazhdosh vetëm? I kujton ato momentet e para? Koncerti parë, do me thënë, ka qenë viti 98 ose 99 me shoqërinë Xhelatin Zeqiri, ku unë këndova një këngë të vjetër qytetare, do me thënë një këngë shumë të vjetër që është Te Selvite Namazjas, bile kam pasur edhe në koncertin tim atë këngë. Ishte një ndjenjë, pak një emocion, një frikë, si thonë një trem, mirë po ishte edhe një kënaqësi që aty unë u binda se e dua këndimin, faktikisht. Në fakt e kam dashur skenën që e vogël, në më thënë, kam dashur të ngjitem në skenë, t'jem aty të... Dhe ishte një ndjenjë shumë interesante që vërtet nga jo pjesë, kështu që unë e vendosa që të shkëputëm dhe në vitin 2003 unë fillova me këngët e mia të para, duke marrë pjesë në për festivalet të ndryshme, në fakt, duke filluar në Nota Fest, ka qenë Polifesti, ka qenë Top Festi, ka qenë Alba Festi, do me thonë festivalet që mbaheshin në Maqedoninë dhe jashtë Maqedonisë, do me thonë Kosovë dhe Shqipëri, unë që nga i vit fillova, do me thonë të marrë pjesë në për festivale, dhe kështu që ja fillova, mirë po zhanri im ishte pakës të fillim, fillova me muzikë jazz, ku njerëzit nuk e kuptonin, ende shumë, mund të them që në Maqedoni isha e vetmja që fillova me atë stil të këndimit, mirë po unë me këmbgulje nuk desha t'i largohem asaj. E kam pasur edhe nga babi, do me thënë çdo herë më thoshte këndo, mirë po këndo diçka që t'ingëllon bukur, jo t'i largohesh. Ishte kundër këtyre gjanave shundit, ti themi, këngëve të cilat janë më komerciale ose janë të
të vrashta për veshin. Dhe kështu që më ka ngellë dhe çdo herë jam munduar, edhe pse unë kisha shumë kritika të mëdha në atë, se edhe me çka do bësh me këtë stil, nuk mund të përparojsh, nuk mund të fitojsh, nuk mund, edhe pse këngëtarët në përgjithësi edhe njerëzit e shifshin muzikën si tregti në fakt. Mirë po unë e bëja më tepër për qejf dhe të më duan publiku, do të thonë të më vlerësojnë nga ajo që unë e bëj. Sigurisht edhe për të dhënë edhe një kontribut që e ke dhënë për gjithë këtyre viteve. Mendon që ka ndryshuar pak a shumë për pjesën e jazzit, dhe me thënë, Po. Tashmë nuk është ai mendim si më herët njerëzit kanë filluar të dëgjojnë jazz, apo? Me kalimin e kohës, do me thënë, kanë dalur shumë stile të ndryshme, jo kanë dalur, po e shoh që këngëtarët mundohen, do me thënë, të këndojnë shumë stile të ndryshme ku edhe vetë populata apo njerëzit të themi nuk mund të përcaktohen se çka duan. Mirë po, duke nisë nga ajo që unë kur kam filluar, ka shumë, do me thënë, dallim të madh. Ka këngëtarë të cilët janë marrë edhe shumë më herët me stilin jazz, të cilët kanë përpunuar këngët popullore, do me thënë me elemente të jazzit, po e shoh që ka ndryshim, ka lëvizje, i dëgjojnë, i duan, i kanë qejf. Nuk është më i çuditshëm, sepse dikur është quajtur si një stil i çuditshëm dhe kanë qenë vetëm disa persona të cilët e kanë dëgjuar atë stil dhe jo të gjithë. Megjithatë, ende baset në muzikën shqiptare, të paktën tek të rinjt, ende vazhdon ky trendi që bëhet muzika komerciale dhe të gjithë shkojnë andej dhe mbetet pjesa tjetër. Megjithatë, 25 vite, për shembull, ti që je në skenë, më shumë se 25 vite, janë shumë vite dhe ke qëndruar gjithmonë konsistente, ke qëndruar gjithmonë on top, që themi ne. Sa ka qenë e vështirë që ta mbash pikërisht këtë qëndrueshmëri edhe gjithë këto vite, domethënë, të jesh e dashur për publikun për gjithë këto vite, duke i qëndruar pikërisht, duke i qëndruar besnike atij stili tënd? E din si është, domethënë, gjithçka shkon me dëshirë. Një gjë që ti don ta bësh, ndoshta e kam edhe si vesë që unë nuk imponohem nga të tjerët në atë që e dua, shembull, që dikush të më thotë ai do t'i largohesh pak stilit të bësh diçka më komerciale, mirë po sikur unë të marr të këndoj një këngë komerciale, unë nuk jam vetvetja. Unë nuk jam ajo, domethënë. Si Manita. Jo kam provuar, po ka pasur shembull tek ne ahenge, darsma, ndek, ose kanë kërkuar ndonjë këngë thjesht nuk ka mundur thjesht ta këndoj dhe dikush më ka thënë, ej, hesh se nuk të ngjan ta këndoj shëdin. Ka qenë vërtet shumë e vështirë, mirë po për mua e ndjej aq shumë sa vështirësi, po edhe aq shumë kënaqësi. Nga ajo që unë e kam arrit atë që çdo herë e kam dashur dhe thjesht nuk dola prej binarëve, mbeta aty ku jam dhe Dhe sigurisht që do të vazhdosh edhe vitet tjera. Të kanë kërkuar për shembull edhe vetë familjarët, shoqëria që gjithmonë të këndosh në përdasma, duke qenë se ndodh kjo. Në shumë, domethënë, në zakonisht me shoqëni kur mbledhemi shumë. Ajdanita, nostalgjia i kapën nga koha. Shembull të kthehemi në kohën më parë ka pasur më shumë organizime. Mbrëmje më shumë, kanë qenë shumë më të bukura se kohën e sotme që janë. Domethënë, edhe pse unë në për festivale kisha krijë stil të tjetër, mirë po në mbrëmje kthehesha tek kënga e lehtë, serenadat korçare, ose kënga e vjetër qytetare, kështu që njerëzit ishte një kënaqësi shumë e madhe kur e dëgjoje si të gjithë të pranishmit këndonin barabar me mua. Dhe tash unë ka ngel ajo që ndodhen shumë shpesh herë takohemi me shoqe ose shok, shoqni të përbashkët, ajde Anita ta kthejmë atë kohën e vjetër, kështu që ka shumë momente të tilla që në darsëm nëse jam të ndonjë familjar, mysafir patjetër. Mirë po e din si thon, jo që nuk dua, po nuk më pëlqen të ngritem tash unë të më ftojnë të këndoj në darsëm, përderisa ka dikush tjetër aty, nga modestia e them se. Megjithatë, nëse të kërkojnë me ngull, besoj që shkon dhe. Tash, se diskutojmë atë ajo dihet, po. Atë sa mundohesh, sigurisht ti përmbahesh edhe asaj. Besoj që në gjithë këtë rrugtim, sigurisht që ne si publik i shohim gjithmonë ato gjërat e bukura. Në një koncert, në një festival apo kudo, i shohim vetëm pjesën e bukur. Megjithatë, besoj që ka shumë sfida dhe vështirësi në prapaskenë.
Çfarë të ka mbajtur ty gjatë gjithë kësaj periudhe në momentet e sfidave dhe vështirësive? Çfarë të ka mbajtur në këmbë? Cila është ajo gjëja që Anita e bën që ti kaloj ato vështirësi në moment kur ka diçka? A mendon në këndim? Në këndim, po, gjatë profesionit tënd. Më mban ajo puna, prap do me thonë do kthehem në atë që dëshira për të arrit qëllimit, shembull të kthehem kur kisha përgatitjen e koncertit, kisha edhe shumë sfidat të cilët dorëzohesha në një moment, thoja nuk e bëj, do ta lë, do me thënë nuk e vazhdoj mirë, po më njerë kur e kujtoja atë se unë do ta bëj një gjë që unë e dua dhe e kam pas ëndër, ajo më jepte më shumë, me thënë vullnet dhe shpresë për të vazhdu për më të tjetë, me thënë dëshira e asaj që ti e don, dëshira për të bukurën, për të kontribu diçka shumë të bukur, të jep vullnet dhe knatësi. Nuk e ke menduar ndonjëherë që thua jam lof më, nuk dua të vazhdoj? Ka raste. Ka pas raste? Si, shumë raste. Ndoshta nga ajo që kam filluar edhe shumë e re të punoj edhe të këndoj, ndonjëherë thëm shumë jam lof. Jo festivalet, flas në pjesën e ahengjeve, edhe kështu që nga shkaku që të kthehemi në pjesën e dasmave, ma nuk është ai lezeti më parshëm. Më është më tepër ka rëmuj se sa muzikë. Muzikë, shumë e vërtet në fakt. Edhe të dasmat çdo gjë ka ndryshuar traditat, ka ndryshuar muzika, kanë filluar tash me muzikë moderne më bëhen dasmat, nuk ka muzikë qytetare, o janë tallavat të rënda, o janë këto modernet, nuk ka më një ose marrim ndonjë DJ edhe. Po. Shumë e vërtet, tash ka ndryshuar. Ndryshimi i kohës, ajo shumë. Po, duhet ndonjëherë, s'kemi si ti ikime edhe asaj. Për pjesën e festivaleve, duke qenë se përmende ti ke qenë në shumë festivale, ka pas Nota Fest, disa festivale që edhe veti përmende. Si e sheh sot këtë pjesë që ka festivale, po që nuk funksionojnë si kanë funksionuar atëherë? Më duket sikur tashmë çdo kush që shkon në festival është paraprakisht veç më dihet fituesi, është bërë një lloj të paktën nga ato që kemi dëgjuar, bëhet një lloj politike, ndërsa më herët me të vërtet talentet ose të rinjt kanë pas me të vërtet një hapësirë ku kanë qenë të motivuar edhe të frymëzuar për të shkuar në këto festivale, ndërsa sot e shohim që është zbehur kjo. Puna e festivaleve mund të them që është bërë edhe më keq. Edhe në kohën unë kur kam marrë pjesë në festivale ka qenë e njëjta me to. Apo, ka pas? Do me thanë, është ditur. Kush, si, është ditur. Në fakt, mirë po, unë e them me keqardhje dhe them fatkeqësisht që më vjen shumë keq që në Maqedoni u shuajtën festivalet që ishin. Dhe, do me thënë, kishim për diçka që të punojmë, për diçka që të tregojmë vlerat tona, kush jemi. Unë, do me thënë që nga viti 2003 mora pjesë fillimisht në Nota Fest. Mandej në Kosovë, në fakt, fillova me Polifestin, po edhe Polifesti kohën e fundit nuk jam duke dëgjuar, më duket që nuk u largova. Do me thënë nga viti 2008 më i lash festivali jo që u dëshprova, po e shifsha që nuk vlerësohet. Nuk vlerësohet. Po tash është po edhe më keq. Mirë, po të ne tash nuk ka, jemi rahat. Jemi rahat me sa e shoft më tepër ka në Shqipëri festivale, të cilët me gjithë se atje është kualiteti pak më ndryshe se këtu. Unë, do me thënë, e ceki përsëri dhe do ta them që shembull Nota Festi është ditur si një festival i vetmi i cili ekzistonte në Maqedoni dhe të cilët nga ai festival ndolën shumë këngëtar të njohur, të cilët në atë kohë, unë do të thënë, i mbaj mend ishte Tuna, Adriani, Shpati, Ndjeri, Shpat Kasapi. Ka qenë, do me thënë, një festival që prej aty dolën shumë fytyra publike, ato si t'i themi shumë yje. Po, shumë e vërtetë, në fakt ato yje që dolen pikërisht për Maqedonia kanë qenë në të gjithë shqiptarin më të përmendurit dhe kjo në fakt ka ndodhur edhe një ndryshim tjetër pikërisht në Maqedoni, sepse dikur Maqedonia ka qenë pikërisht ajo vatra, le të themi sidomos Tetova, që kanë nxjerrë artistë shumë të mirë, kanë nxjerrë emrat më të mëdhenj, qoftë showbizit, emra më të mëdhenj, kurse tash më duket është zbehur. Tash
Sigurisht që fokusi është në Shqipëri dhe në Kosovë, megjithatë edhe Maqedonia e ka pas fokusin dikur dhe tashmë është zbej. Pse mendon që ka ardhur kjo? A është interesimi të rinjve, ose le të themi interesimi më i vogël i të rinjve në Maqedoni për të vazhduar me një muzikë pak më të mirëfillt, apo çfarë ka ndodhur? Mund të themi edhe si interesim më i vogël, po mund të themi edhe si dëshpërim. Me thënë, të gjithë sot më nuk është koha e jonë të cilët ne nuk e kuptonim se ç'ka ndodhur. Ka ardhur një kohë që gjeneratat e reja i kuptojnë më të gjitha gjërat dhe nuk mundet aq shumë lehtë që t'i mbyllin sytë, e din. Mirë po, megjithse ka dhe shumë këngëtarë të cilët nga Maqedonia faktikisht marrin pjesë në Shqipëri, me thënë, të cilët kanë konkuruar në festivale të ndryshme. Mirë po nuk është ajo e atëhershmja. Tash, ta themi, unë për vete nisëm nga ajo që nuk kanë më interes. E shohin që gjithçka është komercializu dhe muzikën më tepër e kanë marrë si biznis. Po, e vërtet. Kjo në fakt tashmë e shohin tregun se si është dhe pas asaj shkojnë. Teksa e pam edhe kronikën i dëgjuam edhe këngët Nostalgji, edhe nëse s'gaboj tjetra ishte Fshehtazi, po. Janë këngë që besoj edhe sot ditët e sotme dëgjohen. Si kanë lindur këto këngë? Do të kthejmë pak në kohë, ti mendosh ato momentet kur i ke filluar këto këngë? Fillimisht kënga ime e parë ishte këto më janë kënga 3, 4, 5 andej. E para ka qenë kënga Shiu i dendur, ku unë, do me thënë, karrierën time e kam filluar me miken time shumë të afërt Teuta Alimi Selmani, e cila atë kam pasur çdo herë si përkrahje, ku këngën time të parë ka bërë ajo dhe orkestrimin e ka bërë Virusi, ku me atë këngë ka qenë një këngë shumë e bukur, që vitin e kaluar bile ne pakës sikur ja bënëm një freski këngës, dhe njerëzit u apitën kur e ndigjun, çfarë është kjo kënga shumë e mirë, se kemi dhe me thënë, atë kohë nuk e dinin këngën, mirë po kënga e cila flas në përgjithësi ka vlera të mëdha, edhe pas disa viteve ta dëgjojsh ajo të jep një emocion. Dhe kënga ime parë ishte ajone, mandej kënga, do me thënë, që Fshehtazi është dëgjuar shumë pak. Në atë kohë, do me thënë, e bëra për në Top Fest në vitin 2008, dhe vetëm atëherë u dëgjoj edhe mos u dëgjoj. Kështu që ishte një këngë vërtet shumë interesante dhe kishte një stil shumë të çuditshëm, ti themi, shumë elemente të përzjera aty. E kanë bërë Ilir Bajrami dhe tash Indjeri Hasani, në fakt ishin dy shokë të afërt të cilët kishin shumë prirje për muzikë dhe kishin shumë dëshirë. Arita kemi dëshirë të ta bëjmë një këngë. Kështu që unë e vendosa dhe desha që ta bëj dhe unë një të mirë që atë këngë ta dëgjojnë më gjerë, do me thënë, sikur, po. Dhe kënga Nostalgji ishte ajo të cilën unë pas asaj këngë bëna një pauzë shumë të gjatë, dhe me një videoklip e krijuar nga Avni Qaili dhe Gabroja, e cila këngë ende dëgjohet dhe më vjen shumë e çuditshme edhe kur e shoh edhe ndonjë fëmijë i vogël e din të me nostalgji kënga ose dhe këndoj e rrugës do habitem, do thom. Pas ka qenë këngë e dëgjuar. Mirë po, kam pasur rast të takoj zotëri Mingaxhën në festivalin Nota Festit. Unë atëherë mora pjesë me një këngë, ajo ishte tamam xhezi i rëndë. Dhe vetëm më tha, Edin, tha, çka tha, do ta lëth ta mbajsh kështu mend këtë, se ti këto këngë që i këndon ta dish që çdo herë do të këndohen. Po këto të rritë që i shef këtu, tha, do bëjnë, do me thëmë bum edhe do të harohen. Ama kënga ite sot e kësaj dite ende do të dëgjohet edhe shpesher më kujtohet fjala e tij dhe shumë shpesher e kam thënë edhe në për intervista dhe vërtet është ashtu.
Shumë e vërtet, sepse këto këngët kur bëhen këngë të mira, këngë të bukura, këngë të cilat janë për të dëgjuar dhe jo për t'i parë, ato gjithmonë jetojnë gjatë. Sepse e vërtet, kemi këngë që bëhen me njëherë boom për 1 vjet, 2 vjet, por pastaj harrohet edhe këngëtari, harrohet edhe kënga. Kështu që e rëndësishme është, prandaj është e rëndësishme që të bëhen këngë të mira, të cilat do të jetojnë gjithmonë, ashtu siç edhe nostalgjia në fakt do të jetojë. Nostalgjia, po. Ti sigurisht që këndon shumë këngë qytetare, je i tare le themi asaj për të ruajtur muzikën shqiptare qytetare. Nëse do duhesh të zgjidhje 2-3 këngë të cilat të përfaqësojnë ty më së miri, cilat do të ishin, cilat do t'i zgjidhje nga këngët qytetare që gjithmonë këndon? Të përmendi tituj të këngëve tonë? Tituj, ndonjë këngë që pak a shumë mund të përshtatet, ose një këngë që gjithmonë e këndon, do më thënë nuk mungon asnjëherë në repertorin tënd kur ke ndonjë festival, ndonjë koncert në fakt kur ke. Unë e kam, do më thënë, nuk mund t'i themi dobësi, po të gjitha këngët i këndoj me shpirë dhe me kënaqësi. Do më thënë, jo që nuk i veçoj, po faktikisht i ndjej këngët kur i këndoj. Dhe kështu që zakonisht më tepër lidhem në ato serenadat korçare, në ato këngët e vjetra qytetare. Shembull më pëlqen Fërfëlloj Fëllënza, të cilën e kam pas në koncert, ose Kur më del në derë, këngë e vjetër qytetare, shumë. Kështu që ka shumë këngë të cilët më flejnë dhe i këndoj, nuk mundem ndonjënë të them ta veçoj. Një periudhë e kisha shumë dëshirë, ma falet buzëqeshja atër në atë periudhë kur u bë shumë e njohur ajo këngë, kënga e të madhes Nexhmie Pagarushës. Po të gjitha me dashuri. Po ndonjë këngë që shpesh e këndon në shtëpi, për shembull, krejt rastisht, duke bërë ndonjë punë ose diçka, gjithmonë të mbetet në mendje, që e këndon gjithmonë edhe në shtëpi. Po, kohën e fundit, në këtë periudhë nuk kam kënduar të aq. Dhe me thënë që nga muaji janar kisha një pushim pakës dhe probleme kisha me shëndetin, po kaluse, si thujnë. Zakonisht për asaj shpeshere këndojsha Fërfëlloj Fëllënza. Më pëlqente shumë, dhe nuk e di pse, po mu fiksu në kokë ashtu. Dhe shpesher këndojsha edhe kështu që ndalesha ndonjëherë thësha u pona bajat me njerëzit, e shoh edhe njerëzit në shtëpi familjarët krejt pas meje, çka këndoj unë edhe ato i mësojnë mbas. Dhe s'ndalen duke kënduar. Në fakt është këngë shumë e bukur, kështu që mund të vazhdoj. Mirë po është e përpunuar, në fakt ajo e vjetra tamam është pakës më popullore. Anita, ne do të flasim sigurisht edhe për korin, do të flasim pak edhe për jetën tënde, si është një ditë normale e Anitës, megjithatë do të shkëputemi për pak hapësirë publicitare, më pas rikthehemi njëherë. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj me Anitën këtu në studio. Anita, tash dua të të pyes pak kush është Anita larg mikrofonit. Si është një ditë, le të themi, e jotja që nuk është pjesa, domethënë pa pjesën e muzikës, një ditë normale e jotja dhe si e bën atë balancin mes jetës personale dhe muzikës në fakt profesionit tënd? Unë zakonisht, domethënë jam mësimdhënëse, ligjeroj lëndën e muzikës, përndryshe jam nënë e 2 fëmijëve. Dita ime jashtë muzikës është kjo, puna, fëmijët, shtëpia, prindët, më thënë, përsëri merremi me ndonjë aktivitet që ka të bëjë me muzikën, si jemi edhe shumë larg kësaj, mirë po, një ditë ime e zakonshme është kjo. Me fëmijët? Me fëmijët, do të thënë kujdesin dhe atyre, shkolla, andej, këndej, detyrat, lektyrat, testet. Ato gjërat normale. Gjërat normale, një ditë si çdo njeri, do me thënë rutine përditshme, si çdo njeri thjesht, si çdo njeri, edhe unë jam ashtu. Megjithatë e gjejnë atë balancin, sepse besoj kur ke ngarkesë, mësimdhënia, këndej është puna, këndej mund të kesh për shembull në koncerte, përgatitje të gjëra të tjera, por pastaj edhe me korin e grave që je gjithashtu angazhuar, por ja që e gjen kohën edhe për familje, patjetër. Patjetër, duhet, është vështirë, do të thënë për një grua, ti themi, e cila është e angazhuar me muzikë ose me çfarë do qoftë profesioni që të ketë angazhim edhe fëmijët, edhe punën, po edhe jashtë asaj. Shumë e vërtet.
Megjithatë, na vjen mirë kur shohim gratë të cilat frymëzojnë, ashtu si edhe ti, frymëzojnë edhe vajzat e reja, sepse mund të dilet. Nëse ku ka dëshirë dhe ku ka vullnet, sigurisht që të gjitha mund të bëjnë. Kori i grave të uta, sigurisht nuk do të ndalem shumë, sepse kemi folur shumë, edhe pse ato janë një pasuri, në fakt jeni një pasuri që ne e kemi, megjithatë dua të të pyes si ka ndikuar për ty edhe vetë edhe nga ana ajo, sepse keni një miqësi aty brenda shumë të afër, po pozitivisht, shumë pozitivisht, megjithse shumicën e zonjave i njoh që nga fëmijëria, mund të them që jam rritur në duart e aty në zonjave. Fillimisht, do me thënë, isha me dy mendje, flas para shumë viteve kur më ftuan në fillim, isha pak më e re, dhe nuk e ndaja menden aq mirë, po kësaj periudhe, kur më ftuan, thash pse jo, do me thënë, le të mbetet një angazhim jashtë asaj, jashtë obligimeve tjera që i kam unë personalisht, ka ndikuar shumë pozitivisht, janë zonja shumë të areshme, aty e kam edhe mamin, si që cekët më herët, të cilat ka ndikuar shumë pozitivisht tek unë flas, në shëndetin tim, në disponimin tim, në gjithë shka, të cilat çdo herë kujdesen. Edhe për mua më shohin si fëmijë e tyre aty, shumë zonja të mira, shumë zonja me profesione të ndryshme, dhe kështu që fat që e kemi dhe është diçka që është një pasuri shumë e madhe që nëpërmjet të saj ne duhet të tregojmë se gratë mundin të ja dalin vetë. Në fakt po, shumë e vërtet, sepse përveç asaj trashëgimisë në fakt që do ta lënë edhe në pjesën e muzikës, patjetër që janë edhe një shembull që duhet ndjekur, dhe me të vërtet ka një harmoni shumë të bukur aty brenda jush, ne e kemi parë disa herë edhe në koncerte të ndryshme. Megjithatë jo rastisht e përmenda në fakt edhe korin e grave të uta, sepse ne Anita her pas here ju bëjmë surpriza mysafirëve, dhe kështu që dua pikërisht edhe për ty kemi tash një surprizë, dy surpriza, në fakt, kështu që do doja shumë që t'i shfaqim, regjia nëse ka mundësi video mesazhin e parë. Anitë e dashur, jo gjithmonë me qësia matet me mosh, por me zemër. Në grupin ton, grupi grave të uta, gjetëm më shumë se shoqëri, gjetëm respekt, mbështetje dhe dashuri. Edhe pse vitet në ndajnë pak, zemrat në bashkën shumë. Anita, me zërin dhe shpirtin tënd artistik, na jep energji, buzëqeshje dhe krenari. Dhe je një pedagoge shumë e përkushtuar ndaj neve. Faleminderit që je pjesë e jetës tonë. Me dashuri dhe respekt, të kam zemër. Ja dhe një video mesazh nga zonja Sania. Thash që nuk do të emocionohem, po vërtet më erdhi shumë ashtu diçka e papritur, është zonja Sania, e cila e kam pasur shumë krah, unë kisha një periudhë pak si të vështirë me shëndetin, e cila ishte njëra nga arsyet që ajo zbuloi që unë që duheshte patjetër të kontribuoj diçka për veten, i falenderojm shumë. Thash nuk do të emocionohem, po se di pse. Sigurisht janë emocione edhe të bukura, lot gëzimi nga fjalët të cilat u thanë, dhe pikërisht edhe në këto fjalë u treguan ato që pak më herët i the edhe ti, në atë harmoni dhe në atë që si të kanë ndikuar ty kori i grave, kështu këto gratë të cilat janë pikërisht në atë kor. Megjithatë nuk kemi përfunduar, kemi edhe një video mesazh tjetër të shkurtër. Shkurtër, mesazhin tjetër. Unë jam nana e këngëtarës Anita Aziri. Ajo këndon me zemër që prek çdo shpirt. Krenohem me ty, Anita. Edhe nga zonja Imrane një video mesazh në nëna jote, që tashmë është sigurisht pjesë edhe... Kur e keni bokët ka... Kur i bonës to... U gjindëm disi me ndihmën e dikujt, kështu që unë i falenderoj shumë në fakt të gjitha ato të cilët kontribuan pikërisht për t'i sjell këto emocione këtu në studio. Faleminderit shumë, faleminderit, ishin vërtet emocione të papërshkrueshme. Gjithashtu edhe mamit tim që asnjëherë nuk mund t'i dal hakut nga përkraja e saj.
Zdi, e di që shoqet do më qërtojnë se thanë mos të emocionojnë shumë. Unë se prita surprizë, thash s'ka kush do të bëjë surprizë. Në fakt ka shumë njerëz që do bënin surprizë, megjithatë për shkak të kohës u mundova që vetëm t'i marrim vetëm dy persona, kështu që përndryshe besoj që gjithë kori do t'ishte i gatshëm për dhënë mesazhe për ty, sepse në momentin që kam kontaktuar, në fakt e kontaktova Elezin një herë dhe më pas, dhe duke me qëra fjalla edhe te Elezi, di edhe një informacion tjetër që ti e shumë e afërt edhe me Gjeladin Zeçiri, sigurisht sepse hapat e parë në karrierën tënde i ke filluar aty dhe më thanë që Anitën e kemi një ndër ata personat të cilat shoqërohet me çfarë do lloj moshe dhe jemi shumë të afërt, kemi një miqësi shumë të mirë, harmoni shumë të mirë. Çfarë do më thuash pikërisht edhe për Gjeladin Zeçirin edhe të rinjt të cilët të shohin si frymëzim, sepse nga fjalët e tyre kuptova që me të vërtetë të shohin si frymëzim. Është shumë e vërtet. Nga ajo periudha që unë një kohë u largova nga Gjeladin Zeçiri dhe bëna një pauzë të gjatë normal, fëmijët andej këndej, ti them në thojza e them fajtori kryesor ishte që unë përsëri u ktheva Elezi, që e kam shumë të afërt, Albin mos ta haroj, Leotrimin mos ta haroj, domethënë të gjithë këta të cilët më kanë dhënë çdo herë vullnet dhe është shumë e vërtet që unë përshtatem me çfarë do lloj moshe. Dhe nuk i dalloj faktikisht njerëzit, nuk i shoh. Domethënë me një fëmijë bëhem fëmijë, me një plak bëhem plak, me të rit bëhem e re dhe kështu që vërtet ja dalim shumë mirë. Mund të them që unë ndihem me ata si ta them, si shtëpia ime e dytë, kur dal me ata ndihem shumë e qetë. Kjo është një fakt shumë ndjej një nostalgji për kohën time dhe unë i dua shumë. Kjo në fakt shumë gjë e bukur, unë prandaj qëllimisht e përmenda, sepse edhe kur fola edhe disa fjalë, domethënë ishin kështu disa referata që më shkruajtën Anita, frymëzim të shohin si frymëzim, dhe në fakt përveç kësaj ti e përmende edhe Elezin edhe Leotrimin nëse s'gaboj, kështu që do shfaqim një video tuaj për të treguar pikërisht atë që e the, që keni një harmoni, keni momente të gëzueshme, momente të bukura, kështu që nëse ka mundësi regjia edhe videon tjetër. Shumë pas kemi pa. Aj. Një video e juaja të cilën ma dërguan dhe më thanë që ja se si është paka shumë atmosfera me Anitën dhe unë i pyeta, thash nëse ka mundësi do doja shumë që ta shfaqim sepse ajo që e theti në fakt po vërtetohet pikërisht edhe me videon. Si u ndjeve për këtë? Shumë mirë. Shumë mirë. Do me thënë, është shumë një kënaqësi e madhe kur është që shumë njerëz të duan. Ndonjëherë mendon që ndihesh vetë. Ka momente që shumë herë, do me thënë, njerëzit në përgjithësi, po nisem edhe nga vetja, ka momente që njerëzit shpesher ndihen të dëshpëruar nga ajo që nuk ndihen të dashur ose ndihen të vetmuar ose diçka e tillë. Mirë po sot kuptova që shumë njerëz të cilët i kam afër vërtet më duan me një zemër shumë të madhe dhe një sinqeritet të madh, të cilët nuk dua të harroj edhe shoqjet e mia të cilët çdo herë më shoqërojnë andej këndej. Dhe zdi, është bekim i madh të kesh njerëz që të duan kaq shumë. Shumë e vërtet në fakt dhe me të vërtet nuk nguruan fare në momentin që u kërkova pikërisht këtë ndihmën për t'i bërë edhe këto videot, nuk nguruan fare dhe thash edhe më herët që do t'ishte mbush me siguri me mesazhe gjithë emisionin nga njerëzit që do të pranonin. Megjithatë thash vetëm disa sepse nuk mund ta bëjmë gjithë emisionin. Anita, po i afrohemi drejt fundit, në fakt jemi drejt fundit të emisionit, unë dua të të pyes në fakt edhe diçka. Nëse tash do të ktheje në kohë dhe ta shihje ta kishe përballë Anitën e dikurshme, cila do t'ishte një këshill që do t'ja jepje? Vetes time që do t'jepja një këshill, ndoshta në disa hapa të cilat unë i marr se i kam bërë të gabuara.
do t'i ndryshoj. Në aspektin e muzikës, profesionit, ose personal? Personale. Në aspektin e muzikës, jo. Nuk do këshën Ende jo, ma jo. Dhe me thënë nuk ndryshoj në aspektin e muzikës, nuk largohem nga jo. Mirë po në disa gjëna të cilët unë ja thamë vetës që kam bë gabim, ndoshta do i kisha ndryshuar hapat. Jo ndoshta, po me siguri. Megjithatë, besoj që prej gabimeve njeriu mëson, kështu që je aty ku je mbase edhe për shkak të atyre gabimeve, kështu që mos e merr si diçka që do duhet patjetër të ndryshoheshin. Çfarë nuk ka ndryshuar kurrë tek Anita si Anit? Jo Anita këngëtare, po te Anita si Anit. Ndjeshmëria. Jam shumë e ndjeshme. Do thënë, edhe pse them kësaj herë nuk do të qaj ose nuk do të prekem, po unë do shta jam shumë e sinqert me njerëzit dhe çdo gjë e marr afër zemrës. Ajo nuk ka ndryshuar, edhe se shumë herë jam munduar të ndryshoj. Po, se në ndryshoj. Ka qenë me ty gjatë gjithë rrugtimit tënd, gjatë gjithë jetës tënde sigurisht. Ndoshta edhe është një jo gabim t'i themi, po që ndoshta edhe ajo ndeshmëria nuk më lën që eci para të shtyjem, se njerëzit se janë shumë të egër sot, kupton, dhe nuk shiqojnë për rreth se çka kanë, a do të lëndojnë dikënd apo, po te unë është e fuqishme. Po kjo në fakt është gjë shumë e bukur, sepse mbase pikërisht të ka bërë ajo Anit e cila je, përveç stilit në dukje që të karakterizon shumë, më merr mendja që edhe ajo pjesë të karakterizon. Faleminderit. Anita, të të pyes para se të më ikish prej këtu, të të pyes çfarë të presim nga Anita periudhën e vazhdim. Vitin e kaluar, do të thënë kisha koncertin tim solistik 25, po më shumë se 25, po e rumbullaksun që 25, po aty afër. Si vjet përsëri kam, do të thënë, një projekt të cilin unë konkurova në Ministrinë e Kulturës, ku e fitova përsëri si vjet, do të thënë me përkrahjen e ministrisë, megjithëse buxheti ishte pakës jo shumë i kënaqshëm, po do të mundohemi të ja dalim disi, po pakës dorën e kanë shtrëngu, po ne përsëri do t'ja dalim. Kur duam diçka të bukur, përsëri koncerti do t'jetë në maj, po tani do t'jetë me 29 maj, do t'ketë shumë surpriza, do t'ketë mysafir kësaj radhe, do t'jetë, shpresojmë që do t'jetë pak më ndryshe, të cilët i kam përsëri njerëzit e mi krah, kam Lezin, kam Leotrimin, kam Trëndelinën, kam Teutën, do të thonë njerëzit cilët çdo herë më duan dhe i kam aty afër. Kjo është një gjë shumë e bukur në fakt dhe ne do të presim dhe besoj që do të jemi edhe tek koncerti, nuk do na zbulosh diçka më tepër mysafirë diçka, jo, do na lësh në suspans pak në. Do të mbetet surprizë, pasi që vitin e kaluar dola nga mbrapa, si vjet do dal për dikon tjetër. Kështu që le të mbetet një surprizë, surprizat janë më të këndshme, më interesante. Padyshim që do të jetë diçka fantastike dhe maknice, aty nuk dyshojmë fare, kështu që unë Anita të uroj shumë suksese edhe me koncertin që ke dhe me pjesën tjetër karrierën që do të vazhdosh dhe në fakt të them publikisht që je një pasuri që të kemi, kështu që faleminderit shumë për gjithë kontributin në fakt që ke dhënë edhe për të ruajtur muzikën shqiptare, për të trashëguar traditën edhe tek të rinjt dhe për të qenë frymëzimi që siç e thanë edhe ato të rinjt në video, domethënë që ishin, që ma kanë thënë mua, që je një frymëzim edhe për to, por edhe për të gjithë të rinjt, kështu që faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty, Ilmie, faleminderit për vlerësimin, për fjalët, faleminderit për gjithçka, po të uroj dhe unë ty njëjtë suksese. Shumë faleminderit dhe faleminderit që ishe dhe pjesë e emisionit Prizma, që ndave nga rrugtimi yt, nga disa gjëra tuajat, kështu që faleminderit për një herë.